prej dobive të përmendjes Allahu te bareke ve taala është edhe se përmendja Allahu xhallahu ala trashëgon dashurinë ndaj Zotit. Nuk ka njeri i cili e përmend Allahun shumë vetëm se ka me dashur Allahun shumë. Kanë thënë dietarët në poezitë e tyre të shumta dhe poetët të shumtë dhe dietarët të shumtë se ai i cili e don një send e përsërit shumë ata, e përmend shumë ata. Kur ti e do diçka, përmend, ja ban mohabetin shumë atina. E a thu vallë, në kohën tonë, çka përmendet më shumë ti? Çka do njerëzit më shumë ti? Lekun, pasurinë, e kot. E kot vallahi. Pasha Allahun e kot. Sepse kur të ish në varrin tan, i lën të gjitha. I lën të gjitha dhe të lajnë të gjitha. I lën të gjithë dhe të lajnë të gjithë. Dhe mbetesh vetëm me Zotin tan. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Rahman, kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Krejt që ka shifni prej dunjajës, ka mu asgjësue, ka mu shkatruhe. Wa yabqa wajhu rabbik, dhe mbetet Zoti jot. Mbetet Zoti jot. Andaj na jetojna sot me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Çish jetojna me pejgamberin sallam, ai ka vdek para shumë viteve, sepse ka jetu me Allahun xhallahu ala. Jetojna me shokët e tij, ata kanë vdek sepse i kanë lanë gjurmët e përmendjes Allahu te bareke ve taala. Gjurmët e përmendjes Allahu te bareke ve taala. Disa dietar thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam i është dhënë mundësia me fol me të vdekurit. Isës i është dhënë mundësia me ngjallit të vdekur, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam çka i është dhënë mundësia me fol me të vdekurit. Si ka thënë, shikon e pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditë prej ditëve i ka shikuar shokët e tij, ka thënë vallahi më ka kap një mërzi për vëllezërit e mi. I ka thënë ja Rasulullah, elesna ikhwanuk, ka thënë ja Rasulullah, a nuk kena na vëllezërit e tu? Kanë kujtuar se për ata, aty po na shef neve. Ka thënë jo, ju jeni shokët e mi. Ka thënë vëllezërit e mi janë ata që vinë pas meje. Nuk më shohin, po më besojnë. Nuk më shohin, po më dojnë. Nuk më kanë pa, po më pasojnë. Thonë dietar, subhane, i madh është Allahu, i cili ja ka mundsu pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke qenë ai gjallë na të vdekur, ai më na fol neve. Kur të bëhemi na të gjallë, me ndjekët pranitë fjalimit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shikone, ai ka qenë i gjallë kur na ka përmend neve. Tash ai nuk është, na jena dhe e ndina këta. Dhe e madhrojna këta, sallallahu alaihi sallam. Është mërzit për neve, alayhi salatu wassalam. Dhe me thonë se njeriu i cili jeton me Allahun xhelle xhelalu, Allahu i trashëgon atina çudira, i trashëgon Allahu te bareke ve taala sende të mahnitshme. Prej më mahnive dhe prej sendeve më të çuditura dhe më të rëndësishme është se njeriu i cili përmend Allahun xhelle xhelalu, Allahu ja mundson me dash Allahun. E kur ta mundsoj Allahu me dash Allahun, Allahu të dhon tije.